Pika e tretë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranim propozit në kategorisë së lartë drejtuese, krye inspektor shëndetësor në Inspektoratin e Shëndetësisë. Kjo pozit është një pozicion kyç për fuqizimin e kapaciteteve inspektuese dhe rritjen e efektivitetit në zbatimin e legjislacionit të shëndetësisë. Për më shumë e ftoj Ministrin e Shëndetësisë, zotëria Arben Vitinj, që ta merr fjalën. Faleminderit shumë i nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra. Më lejoni të paraqes propozimin e Ministrisë së Shëndetësisë për emërimin e komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për përgjedhjen e kryeinspektorit shëndetësor në Inspektoratin Shëndetësor. Përmes kësaj procedure të regrutimit, synojmë të forcojmë mbikëqyrjen dhe të sigurojmë që standardet më të larta të kujdesit shëndetësor të respektohen në çdo institucion shëndetësor në Republikën e Kosovës pa dallim. Përmes këtij procesi, ne jo vetëm që po sigurojmë zbatimin e legjislacionit, por edhe rrisim besimin e qytetarëve në sistemin shëndetësor. Prandaj marr parasysh rëndësinë e këtij procesi, ju ftoj për aprovim. Faleminderit shumë. Faleminderit Ministër Vitia, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet.